Zoti Mustafa nëse s'gaboj vjen nga Aramurava, aty ka qenë edhe më herët PDK-ja fuqishme, por që ka ramje. Edhe Besa Kabashi, po ashtu ngritja e saj në një pozicion dëshiron që ta përfshinë në një pjesë tjetër, dhe Kujtim Gashi që vjen nga Prizreni, që tash sfundi do thotë fitoi përsëri PDK-ja në Prizren dhe mund pra ta mbroj votën e PDK-s. Pra në dheqet parë kemi ma pak drenicë se sa në zgjedhjet e kaluara, dhe kjo është pra si mundësi për të provuar me i asajna që po fitojnë shumë kandidat nga rajoni i Drenicës. Ka, nëse s'gaboj dikon përmi 30 emra të ri që garojnë në PDK, edhe pse ju shumë emra njohur nështë për opinionin dhe për publikun, por kam përshtypjen që ata sigurisht do të përfaqësojnë diçka derisa janë në këtë listë. Konsideroj që u kanë mundësi shumë e shkurtër për secilën parti politike na sjell një listë që reflekton reforma, edhe kjo listë nuk mund të themi që reflekton shumë reformë prej zgjedhjeve dhe prej listës së kaluar. Por këto interesant këto partit politike tash ose kanë liderin ose kanë listën. Nuk shoh një parti politike që e ka dhe listën edhe liderin. Pra secila e ka veçorinë e vet dhe secila i bën avantazh dhe disavantazh në zgjedhjet 28 vjetore që mundet me u pa. Sigurisht ka pas hapësirë ndoshta edhe për prurje tjera, por ka pas hapësirë edhe për shembull Ganimeti Musliu e shoh numër 12. Nëse s'gaboj nuk ishte ndryshuar numri fare. Ka qenë prej deputetëve më të zëshme që ka bërë mbrana Partisë Demokratike të Kosovës kur ka qenë në opozit. Aq më shumë e cila vjen nga një moment